E hajdi qika bashkarisht, rehne defin seriozisht. E kush e koll me shoqet veta, e koll njona vete dheta. Hajdi qika bashkarisht, rehne defin seriozisht. E kush e koll me shoqet veta, e koll njona vete dheta. Drite djelit, drite honës, qika ma e mire nonës. Bashk me shoqe pe djeg prush, o kukusa e mirë si rrush. Ku jon qikat beni kolet, dejnë sa pa folja nuk nolet. O ku shoqa jo me yllën bol, o venin krejt pe kol. Hajdi qika bashkarisht, rehne defin seriozisht. E kush e koll me shoqet veta, e koll njona vete dheta. Hajde! E hajdi qika bashkarisht. Faleminderit. Faleminderit. Dërem motiv. Bashkarisht e këm kollë. Bashkarisht e kallem, dhe me thonë, edhe kusho qaj e qika me shoqet veta? E kollë njona, këmë thonë, vete dheta. Vete dheta, po. Kusho e rejt depin? Qka që kjo, hajde qika bashkarisht, rejt depin seriozisht, se këtë jonë të thonë, qka pëndodhë, qka është kjo kongë, qështë konga, tripi? Po defi seriozisht rehet, do më thonë, nuk zbuhet hajgorë me dem, do më thonë, du të më rejt seriozisht. Qyra Hamidja me depe ka rejtu në herë për parë. Ka rejt seriozisht. Ka rejt. Okej. Durim, është knatësi që jemi bashkë të samë një kafe më labi. Knatësi edhe për mu. E faleminderit shumë për ftesën, edhe faleminderit shumë labi. Gjithmonë jam mirënjohës për ty edhe për ekipën tonë edhe për Radio Televizion 21 që gjithmonë më kam mbështet. Pa marrë parasysh, jam konë pjesë e juja dhe nina shumë mirë. Kur jemi kështu kallabllak, ma shumë knaqen atje se këtu po më token. Pas ata si në kanalin, hajde e qika. Kështu që atmosfera gjithmonë është. Atmosfera gjithmonë. Durim, që sa vite jemi bashkë, këtë më thonë, edhe kemi qenë bashkë edhe tek një kafe me labin, por jemi edhe të samë një kafe me labin. A ka ndonjë intervistë që kishe dashur me fshi, mos me kujtu? Jo, absolut jo. A mu shpesher kër isha thëmë, wow, u konë një ondër e jemi edhe që e kom realizu, edhe për këta gjithmonë kom thonë edhe jashtë kamera që faleminderit shumë gjithë lab nashta na herë jom hi, shme thonë jom hi në hak me ty ose me naj kanë që nuk e besoj kur që e kom bon me naj tendencë ose me naj qëllim, po kështu që faleminderit shumë për çdo san që e ke bo për mu. A ma ke bo rafsh naj herë? Rafsh gjithë. Gjithë. Në me thonë edhe qëta shumë... Bashkarisht gjithë. Në me thonë, po, qërë edhe stofi, që bashkarisht bashkë me trimi rafsh të ma po. Mos ma qëllë zamrën le. Durim. Jo. Furë. Durim unë e zakonisht duraj, po. Durim e kom emnin. Ama edhe unë i duraj. Ja, unë jam lobi, ja. E unë gëm bal, se barë mbrapsht laba bal. Durim, tek vera dhe me thonë je pjesë Ulqini. Qëfar ndjeni, qëfar nostalgji është kur vjen Ulqin? Ku labë unë ma herët kom ardhë dhe me thonë drejten për një më ka jep një nostalgji shumë madhe sarë që vi diqysh ma kujton atë kohën rinore që normal sikur çdo shqiptar që ka qef dhe me thonë mi kalu pushime dikon edhe unë e kom pasët shumë e thonë ku dush shka nëse nuk jam në Ulqin më doket sikur që s'jam shku në pushim kërkull hiq. Kështu që diçka
se di, më jap një diçka që nuk më jap asnjë vend tjetër. Kur të vjen në lëqen, cila këngë të vjen mend e para këngë që është? Faktikisht, këngë nuk është nështë që i menoj ato konat, për shembull kur delshim me shoqni, hade se po bëhet mirë në Royal, hade se po bëhet mirë, domethënë nëpër vene këtu që u konë qysh... Kuria Ulqinit... Po, te Kaloja, thoni hade që shkojmë te Kaloja. Edhe Millenniumi. Po, e domethënë nuk e di, janë konë të momente që me shoqnime kështu shpesher edhe i përmenim, mo rëqethna, kur vi këtu. Këngë ja Macarena, Coco Jumbo, konë ato këngë të me thënë kohë. Unë e kom ngu me def. Vallaj, nuk e besoj që të atë pak qash e kire i defin edhe ti. Amide me def. Tek pjesa e detit. E ke nëzohen vetëm do njëherë me një gotë tek buzdetit? Jo, faktikisht nështë edhe që nuk është që pi që përdori alkohol. Nuk është problemi alkoholi, është të një gotë uj, një langë, diçka dhe buzdetit. Më doket shumë romantika jo me dalë në brek deti. Dhe më të s'ki folë kur me ujin, kur me detin s'ki folë? Sot mëse më me folë me uj me deti. Atër e nëzo vetën ashtë të dhonë me konim ka foli. Jo, shka që ta shumë për thëmë, lirë është që pe emisionit që që në balë të detit, shko ullë, vish 2 fjallë, 3 fjallë tuja, edhe e shlirën vetë, nuk e ki ide. Shani, Allah isha shku për tut, në që adjesë shumë të. Ti që ashtu kallëza? Që ashtu kallëza? Më doke si kur për më thirë, dikosh, hajde. O, Durim! Hajde! O, Durim, hajde! Durim, është një shazlon qëtu, në këtë plazh ku jemi, në Gabo, jemi në Gabo Beach, edhe në fakt kemi një shazlon. Qaj shazlon je veç te. Vjen, dikush për estradës, kujt ja kishë lëshu shazlonin? Bigit, Big Mamas. Big Mamas? Okej. Pse Big Mamas tash? Trego Sa mas. e kom shumë një shoqnit mirë me ta, shumë është doste, shumë më thonë tepat energjin pozitive. Kështu që po menoj Big e meriton. Big e meriton. Menoj që e ka një energji shumë të mirë. Okej. Kënd prej kolegëve kishë me sfidu në karaoke? Si vjetë, kene me kom specaj, me specaj, kom krejt komplet, dhe me thonë. Pak ma ndryshe një mësupi me gjithmonë, vesh lullën e kishit këtu, lullën e kishit këtu. O lulle. O pse oj lulle. Se di, sështë që kësha bona i sfidë, aty nuk e shoh vetën karaoke. Nuk e shë karaoke. Po me ndonjonin për shambull që kishë qitë në... Hajde, përmendin i jemi që kishë dalë një sfidë me ta. Për zotën e madhë, lëp nuk është që e shoh vetën aty. është një diçka jashtë, se di, sikur me lujtë filma horrorën aty në karaoke. Gjatë kohës sa po flasim natë ajo plazha për më shku dhe atje sa diki po më ka një ujin për një për sa diki po më thëtë me kom pate me shku në plazh, që atje? Në plazh, ja. Po kallëzën atë kallëzaj? Po kallëzëm. A me def a pa def, ketër shumë? Ma def se o nuk bëhet. Dërim, nuk je durimi sot këngëtar, je durimi DJ. Cilën këngë kishe me lëshu të parën në klub të ndër? Këngën tem? Po, të parën. Kënga e parë që kishe lëshu në klub. Bomba. Bomba. Zemër ti e bomba. Luk të bardha kjo bjondina, masaj po luj e po shkrina. Flok të? Zeza kjo ze shkanja, masaj po luj e po kolna.
Hajde lujo shpirti jem, kësi shpirti s'mohet me. Dërem, e kom një top list që me sësërin prej musafirve, e kom bo, unë jap 5 emra të femrave, 5 emra të mashkujve, dush mi rëndit prej pozitës 5 deri në pozitën e parë dhe më kallëzu pëse. Po i rëndit. Okej, e gati? Okej. Dafina Zeqiri, Elvana Gjata, Dhurata Dora, Tajna, Melinda Ademi. Okej, shumë mirë pas kërë rëndit. Okej, prej pozitës 5 të rëndit deri në pozitën e parë. Po që ashtu Melinda, Tajna, Dhurata, Elvana edhe Dafina. Okej, pse Dafina e para? Po që ashtu i ratë, që shetë thete? Jo, unë nuk e thash, unë e i rëndita. A ketë këtu? A ketë këtu? Okej. Ti e ke rëndit. Unë veç po të citoj ty. Okej, unë që po t'i ndroj pra. Hajtë, okej. Po t'i ndroj pra. Ylka Kuqi, Teuta Selimi, Shkurta Gashi, Mimoza Shkodra, Lori. Ku, zoti, ma. O fjalla si pas shoqni, gjenë. Jo, se për me knu ato dijet, do më thonë, për këta dhe jenë këtu. Okej, Ylken. Shkurta, Shkurta Gashi. Teuta. Mimoza, Lori. E di që ki pas vështërsi gjatë jetës deri sa ke mbri këtu ku je. Po, në fakt, a ka dikush që t'ka refuzu për me pas një bashkëpunim një duhet? Jo, King. Nuk kom. Nuk i. Do më thonë, kena provu me nëzirë nashta gjona shumë ndryshme, që kena thonë, a di qka mundet me shku qy kombëtarë ose qky kombëtarë qëto, po problemi është që nuk është që i kena bo ftes me hi, se kena thonë a di qka nuk se besoj që mundet me najtë. Më thonë se t'ka refuzu kërkush? Jo. E ti e ke refuzu dikën? Jo. Me djeni tem, jo, kur. Bile e mundu për shambull kur jenë konë kështu kombëtarë, për shambull që jenë konë kombëtarë 3 dhe kanë mundu me dëpërtu e sen, pa mërë prasysh ka plot, po thëmë jenë një 4-5 shumë super talenta, që unë vetëm i kom pa për mes TikTok-ut dhe mi kanë dërgu video, që kom thirë për shambull producent ose kom thirë një emision që jem konën në për emisione ndryshme, edhe kom thonë, a ka mundësi qëta dhe qëtë këngëtarë që me morë edhe me unimu, kupton, mi qitë në për televizione në për sene, edhe adin që ajo konë nështë anime se jam, që të paktën ti një mëjtë dikujna. A ka moment që e dëshpru për dikujt për estradës? Fala, jo, s'kam me. S'kam me moment labë se shumë e thonë ketë kur vi këtu, se dhe mas adin që takuam të ti në për zakonisht në për aeroport, në për sene, do më thonë adin e kanë atë dashnin, atë sen, atë respektin, onë më nona gjithë, nëse ma e bon një respekt një herë, më nona 10 herë mja këthyn. Se di, mu për veti shumë respektojnë, shumë edhe i respektoj. E kena një kimik bashk edhe për fuli për veti adin shumë respektojnë. Durem, adin me falë? Nuk e inshallah se di, nuk vinë që atë sprovë, po menaj që është mirë me falë. Është mirë. E di që gjatë periullës të ande kemi nda shumë refime. Shumë sende kënë nda me mua dhe kënë nda dhe me shikus të emisioni një ka më labin. Hekat, vështirësi, problemet, bellavacimet cilat pak t'i janë. I kujton ata njerëz? Njerëzve cilë faktikisht nuk të kanë zotë dorën në fillim? Faktikisht, adiqysh, unë menaj që është humbje kohë me menu dikon që është mundu me t'ull, është mundu me t'anashkallu në gjdo mënyrë. Kështu që nuk ja vlenë, dhe më thonë, menaj që do t'milion onash ato gjana me menu vetëm për para, vetëm drejtimin të në rrugën tonë, që është menaj që është jeta maj mira që me këshu vetëm drejtimin të një më marrë me gjana tjera.
Kënë kështë pas qef me pas përballë. Te, edhe mi e thonë 2-3 fjallë. Se ke thonë kur dhe kështë dasht mi u drejtu. Fjallë të këshia? Ja, edhe fjallë, 2-3 fjallë. Pa marrë parasysh çka duhet, me thonë me pas përballë, edhe mi thonë këta. E ke fjallën për muzikën? Edhe për muzikë. Unë për thamë qka dush ti, kënë kështë pas qef me pas përballë edhe mi u drejtu dhe me folë. King, përballë me kësha pas qef me pas, qëtash për momentin vetëm producentin tem në hotelin, a mi thonë faleminderit për çdo send që e ke bu për mu dhe këtu se për një me është një njeri që ka bu shumë për mu edhe faleminderit për çdo send. Komprend. E zgjidhe në hotelin, po dikon tjetër ndoshta që në fakt kishe pas diçka me marrë për tina ose në fakt mi jap diçka. Mi marrë Me marrë diçka për ti, ose me jep ti. Faktikisht unë e marrë shumë, që më thonë, marrë gjana, kur janë për shembull gjana pozitive, të njerëz që i shoh që punojnë shumë, edhe që i kanë mbjetu shumë, që më thonë, kohës. Kupton? Për shembull është legjenda Sabri Fajzulloj, që për një me është jo për më duar trokit, po në kur e shat njerë, i thonë, po, si me konë me bateri, nuk dhe më nënë, tonë kohën, për shembull, das ma mbromje, edhe respekt për to. Është pozitiv. Kishe pas qef me pas përballë Sabrin, edhe me vetë për energjinë, për pozitivitetin, për gjithë shkapin dhe me tonë. Po e merë atë sëri, respekt. Jeta po qënë tani këto momente me një ishull që atje. Edhe janë veç 3 njerëz që dush me marrë me vetë. Kush janë ata 3 njerëz që i kishe marrë në atë ishull që kishe... Edhe më thonë, vish me jetu që atje. Kime qëndru në atë ishull, po tash sa kime qëndru nuk e di, po kime jetu në që atë ishull, kush janë 3 njerëz jashtë të familjes. Jo të familjes, nuk ka të bëj me familje. 3 njerëz që i kishe marrë me vetë. 3 njerëz. Po, femën atje si jetohet. Nuk isha mujt me pa vetën aq larg. Kështu që kisha pas qef. Nëse ekziston ai gund, do më thonë me pas femën me veti, me pas buk gjithqysh. Jo, 3 njerëz janë. A mjafton veç unë dhe ajo. A mundesh me jetu me një ishull veç ti me ta? Pse s'muna. Pa kur kanë heq, pa kur gjë heq. Veç edhe ka i telefon. Edhe thoni besoj ishim shku 2, ishim këthy 3. Okej, s'ka. S'pas ka nevojë dhe me thonë për dikon tjetër. Mirë, e luem me kaq dhe me thonë. Kush është aja? Kush është aja? Po thash, nëse ekziston ai konë, duhet me ekzistu, duhet me dalë dikon aja. Jo, ai duhet me konë dikush, që tu që e anisë me përmenda, duhet me konë dikush. Okej. Ai kryqë mu. Jo, unë i mora fletën dorë, edhe qëta që anisa, anes qëta që anisa. Allah. Cili është projekti që të bën krenar? Nuk e kom veç një lam që më bën krenar. Kështu që kom bajgi shumë edhe që për një me të njëna mirë, po a duhet me përmend një, po ka. Vetëm një. Ka. Bomba. Kë e konsideron rival në skenë? Pozitiv. Rival pozitiv, po, në skenë. Rival pozitiv. Labinot Tahiri. Okej. Cila këngë nuk mori sukses, qësh ti e ke prit edhe qësh e ka meritu? Kush është më e mirë se ti? Asnjona. Okej. Cilin koncert s'ki me haru kur?
koncertin që s'ko me harru kur është në Augsburg. Në Augsburg? Po, në Augsburg. Okej. Pse? Se aty do më thonë, gjdo ven u konë perfekt, ama aty u konë i stërngarkum, i stërngushun edhe kur ja kanë fillu publika edhe një, do më thonë aty më konë out, se di, konë ne nështë ndërmat mija që më posë. Cili është zakoni më i çuditshëm i joti, që na nuk e dim? Zakoni? Po. Nështë përdorimi i telefonit shpesh. Çfarë bën ndurimi kur s'bën muzikë, që na nuk e dim? Kur s'bën muzikë? Po, çka bën? Nuk je në studio, nuk bën muzikë, çka bën? Rrin telefon. Sigurt. Ej, I mshoj David. Ani, i mshoj David, i më ndoket i ka i mshon shpesh. Për çfarë je ma mirënjohës? Mirënjohës për çdo sen pozitive që më ofrojnë njerëzit edhe për dashni që më ofrojnë njerëzit jam mirënjohës. Cila është gjëja më e bukur që të ka sjellë muzika? Ma ka ofru një jetë më të mirë që nuk e kom pas përpara. Thumi 3 gjëra tuja që faktikisht publiku nuk i din. 3 gjanat e mia. Po, që publiku nuk i din. Ku, zoti, hajra boft. Publiku se din që une jam shumë berber i qartë. Do më thonë hek i flok. Okej. A mu, nejse, kom hek për para, po se tash jo që. Edhe... për shembull, se di ndaj sa tjetër interesant. Je komunikativ, je i dashur, je energjik, je pozitiv. Ato i din këtë, ta? Je i mërzitshëm. Jo, i mërzitshëm. Do më thonë që... O, hini u i mrena, pas shani, Allah. Do më thonë nëse... Nalë, që ku ka ardhë. Nëse, do më thonë, nëse, në fakt, kishe me pas me ndru profesionin, dije që... Po, pas ke me konë berber. Berber, frizer. Nejse, sa është që kom harru, o kupton? Sa di kjo po pa qilë. Sa dik. Sa dik. Unë e di që, në fakt, ti sezonën ka fillu, do më thonë, a sa po jemi me intervist, je dhe pjesë e dashmave. Durim që fa ndjeni është kjo kur je edhe pjesë e surprizave, po pjesë edhe prej fillimi dhe i fund me qenë. A di qysh lab, unë për shembull surprizat jam të i bo vetëm gjatë ditës, do më thonë ditën, jo mbrëmje, se mbrëmje kom me komplet orkesë, me komplet grupin tem. Kështu që ka dash Zoti, faleminderit shumë për njerëzve që po më dojnë edhe po më respektojnë, se është një respekt shumë i madh nëse dikush të fton edhe të thirrë në familje që me knu. Do më thonë që kjo është o konë një prej arsyeve që unë do më thonë gjatë jem munu që me bo kongë që me ngu edhe një fmi, edhe një i rritun, edhe një plak, edhe kushdo që është, se për një me, kur të thirë, a i dënë me ditë se kanë pe thirë, kupton. Kështu që shumica për shembull ka ndodhë që e kom pas një rast shumë interesant, është konë një familje në pej, që do më thonë për një ashtë 8 vjetë, kur më dalë mu taku me tamë, 7 vjetë kanë thonë që 7 vjetë na e kena marrë danin, po tash po kem qef ty. Do më thonë, wow, u konë për mu një diçka shumë e madhe, edhe okej, në rregull, ama ajeni të ditë që më gjeni thirë mu, kupton, se tash për shembull Dani është një rang këj tjetër, kupton. Edhe për mu ke, wow, diçka e madhe, okej, ju thash që do kongun e nuk i kam në repertuar tamin, kupton. Atër, jo, në krejt në rregull është vetëm çdo kong që ti i bën çdo po do marrë me kënuar, ama definitiv më kalu fantazi. Kështu që adin janë do momente kur për shembull ka ndodhur në Laç, në Shqipni, ka ndodhur për shembull adin që surpriza, gjëra që jam shku, okej, po nuk kam repertuar, s'kam program
o s'ka lidhje, o na po duhe na Programin tënë, kanë këtë tuja. Kështu që adin për mu, po të thëmë, çdo vend ku ka shqiptar, faleminderit për secilin që më ftojnë, është kënaqësi e madhe. Nuk janë vetëm mbrëmjet, dasmat, po janë edhe mbrëmjet. Edhe mbrëmje ke? Po. Mirë? Mbrëmje po, ka dhënë Zoti shumë mirë lap. Shumë mirë, perfekt. Durem, diçka për fund për krejt ata që fakt kanë qenë bashkë me ty e kanë rrejt defin, seriozisht? Rrehën e defin, seriozisht. Kallën e këtë verë, tag, sa herë të rrehet defi, tag durimin. Respekt për secilin, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty edhe bashkënet edhe këtë mirat. Faleminderit shumë. Rahat ke në hotel? Perfekt. Perfekt. Faleminderit New Hotel Mediteran që në fakt është pjesë e pandashme e imja e kësaj sezone sa më një kafe më labin. Faleminderit gjithë stafit të realizues të emisionit një kafe më labin. Faleminderit Sado, faleminderit Roki, faleminderit Patas, Ambe, Astrid, Hajdar, Halim, faleminderit Treshës mrekullueshme, faleminderit Lum, Taulan, Triad që u kam pjesë të pandashme temën, Flori, Ekremi, Fisi, faleminderit shumë që jeni pjesë e ekipit emisionit Një Kafe më Labin, por edhe një falenderim shumë të madh për Kapo Beach, ku në fakt për realizojmë edhe sa më në emisionin Një Kafe më Labin, për secilin prej këto. I durimit është, po faktikisht dhe më thonë sot është pika e vetme, por është pika ma e bukur edhe ma e madhe Aria Petrolli. Kështu që për një reklam të amon që është din të për shkak se... Petrollën e përshëndes pronorin e Aria Petroll, Ademin. E kom kush, e kom temin, kështu që e përshëndes. Respekt. Kudo ku ka shqiptar, unë e di që udhtojnë bashkë me Prishtina Tiketin. Faleminderit që janë pjesë e Prishtina Tiketit, vinë drejt vendlindjes tyre bashkë me Prishtina Tiketin, por edhe ne shkojmë drejt diasporës dashur bashkë me Prishtina Tiketin GP Aviation. Faleminderit që janë pjesë e jona. Respekt pa fund për Tafaj kompaninë, sepse Pavin Kafeja është nëpërmjet tyre, edhe është pjesë e emisionit Një Kafe më Labin dhe qëndrojmë pra bashkë. Prime Travel që unë kam fillu udhëtimet e ndryshme në bregdetet ndryshme, është agencion sepse ja vlen me po aranjimin tuj drejt bregdetet bashkë me ta. Teleoku Dental, Valone, faleminderit që janë, por edhe Besa Dekor, sepse tek pjesa e hotelit New Mediteran kanë qenë e kanë zbukuru gjithçka me dekorin e tërbe. Jam falendrues, jam minjës se cili për juve, kështu që edhe ju të radio televizionit njësëne, edhe ju që jeni të YouTube-it, ju e dini që labi ju dëmë pa fund. Shihemi javën tjetër, tung. Gjithçka nisi nga një ëndër për të afruar Kosovën me botën. Një ëndër për t'i lidhur familjet, zemrat dhe historitë. Prishtina Tiket, kompania që e ktheu këtë ëndër në realitet, me besim, profesionalizëm dhe shërbim të përkushtuar. Me fluturime direkte dhe oferta të lira drejt Gjermanisë, Zvicrës, Suedisë, Finlandës, Slovenisë dhe Luksemburgut, ne kemi afruar zemrat, bashkuar familjet dhe bërë më të lehtë rrugën drejt vendlindjes. Me një klik ti rezervon udhëtimin tënd, shpejt, thjesht, sigurt, sepse çdo bilet është një histori suksese. Prishtina Tiket, rruga më e shkurtë drejt familjes, ëndrave dhe Evropës. Prishtina Tiket, emër i besuar në qiell. Një karrierë e gjatë e bukur, tu i këndu jetës gërbetit e shoqërisë, por mos o shumë të dashurisë. Çdo temë në jetë ka peshë, asnjëra nuk e përjashton tjetrën, por dashuria është krye tema e jetës. Kreç ka duhet jetë është dashuria, edhe në espresso e mirë.
thua dhe espresso. Espresso apo espresso, me rëndësi Pavin kafe. Pavin kafe, aron dashurie.